Ultra-konservatoria Sanae Takaichi është zgjedhur si kryeministre e re e Japonisë, duke u bërë gruaja e parë që merr këtë rol pas emërimit në fillim të muajit në drejtimin e Partisë Liberal-Demokrate. Zgjedhja e saj erdhi që në raundin e parë të votimit në dhomën e ulët, fal mbështetjes së partnerit të ri të koalicionit, Partisë Japoneze të Inovacionit. Ajo mundi kandidatin e opozitës dhe ish kryeministrin Yoshihiko Noda. Takaichi zëvendëson Shigeru Ishibën, duke i dhënë fund vakumit politik prej 3 muajsh dhe një seri e përplasjesh pas mundjes katastrofike të Partisë Liberal-Demokrate në korrik. Takaichi është kryeministri e 4 në 5 vite në Japoni dhe ka qenë e mbrojtura e kryeministrit të ndjerë Shinzo Abe, adhuruese e shpallur e zonjës së hekurt Margaret Thatcher. 64 vjeçaria është eksponente e kaut më konservator të partisë dhe fitoria e saj nuk përfaqëson ndonjë sukses nga këndvështrimi i lëvizjes feministe në Japoni. Në të kaluarën është shprehur në favor të trashëgimit të kurorës vetëm tek meshkujt dhe kundër mundësisë që gratë e martuara të ruajnë mbiemrin e vajzërisë. Trump e ka cilësuar si person mjaft të respektuar dhe të mençur. Sfidat e kryeministres së re do të jenë rimëkëmbja e ekonomisë dhe adresimi i marrëdhënies komplekse me SBA-n.